Ai madje është qesharak fakti që ai gjeti alibin ti thua pavarësisë së pushtetit gjyqësorit pikërisht e fakti që gjykata kushtetuese mori vendim në kundërshtim të vullnetit të tij. Tha, shihni që unë si kam kapur të gjitha pushtetet, kur dihet botërisht, si më thënë, që shumicën e gjykatësve janë të Ramës në thonjza, si janë gjykatës kushtetuese me një fjalë dhe në fund të ditës, me një analizë fare të thjeshtë, vendimi për të mos mbajtur zgjedhjen në Tiranë intereson Edi Ramës me një fjalë. Që ta marrim që nga fakti më elementar, personi që ka vendosur për të drejtuar fushatën elektorale në Tiranë është i akuzuar nga SPAK-u për korrupsion dhe do të fundos edhe ty bashkë me veten e saj, si thua. Minimalisht nuk ka kohë të bëj fushatë. Minimalisht do shkojnë SPAK, do dorëzojnë celularët, nuk ka kohë të rrit merret me të shpërndaj lek për të bindur qytetarët e Tiranës që të votojnë prap kandidatin e Edi Ramës.